Do të mësojmë në këtë momente për parashikimin e motit në vendin tonë, do të shkojmë me njërë një komunikim të drejt për drejt, si çdo të hënë me Meteo Alp, sot do të jemi me sinoptikanin Akil Osmani. Akil, të përshëndes dhe të uroj një javë të mbarë. Përshëndetje, një javë të mbarë dhe ju. Si pritet të jetë moti për gjatë kësaj jave së pari në Shqipëri? Dita e sotme do të jetë në vizotërimin e motit të qëndrueshëm, duke bërë që të paktën deri në orët e mesditës të kemi dominim të intervaleve të gjata me diell. Por pas ditja do të sjellë kalime të shpeshta të vranësirave në të gjithë territorin, kur më të fokusuara pritet të jetë në zonat veriore veriindore, duke bërë që të kemi vetëm momente të pakta me pika shiu. Parashikohet që duke filluar nga dita e martë dhe në vim të paktën deri ditën e premte, territori ynë të jetë në vizotërimin e vranësirave të dendura, her pas here do të kemi rritje të lagështirës në ajër, çka do të bëjë që të kemi prezente rreshje. Rreshje do të jetë në ulësinë perëndimore, kryesisht rreshje shiu me intensitete të ulta lokalisht edhe mesatare, ndërsa në zonat malore duke qenë se temperaturat e ajrit gjatë orëve të parë të mëngjesit dhe mbrëmjeve vonë do të jenë në 0 apo -1 gradë Celsius, do të kemi kryesisht rreshje të bore. Zonat të cilat pritet të jenë disi më të prekura nga këto rreshje të bore do të jetë kryesisht verilindja e territorit shqiptar, ndërsa më pak zonat e juglindore, duke qenë se aty temperaturat janë disi më të larta. Duke qenë se të kemi dhe temperatura negative, parashikohet që kryesisht në qarqet e zonave malore të kemi edhe problematika për sa i përket ngricave në akse rrugore, kryesisht në fshatrat e thella malore, pasi aty temperaturat e ajrit do të jenë më të ulta se -1 gradë Celsius, rreth -3, -4 gradë Celsius kryesisht në verilindje të territorit shqiptar. Nëse flasim pastaj për parametrin e erës, parashikohet që sot mos jetë problematike, por mes java, kryesisht dita e mërkurë dhe dita e njëjtë, her pas era të fitoj shpejtësi, të jetë në 75 km/h në intervale të shkurtra kohore, kryesisht parametri i erës më i ndjeshëm do të jetë nga zonat verilindore dhe nga drejtimi verilinje do të jetë kryesisht si drejtim do të bëjë që të ndjen edhe temperaturat e ajrit disi më të ulta në momente ku era do të jetë prezente. Pra, me përjashtim të ditës së sotme, pothuajse e gjithë kjo javë të paktën deri ditën e premte të jetë në vizotërimin e motit të paqëndrueshëm me vranësira dhe me rreshje shiu në ulësira perëndimore, ndërsa në zonat malore kemi sërish shfaqje të rreshjeve të borës. Qartë Akil, sa i përket Shqipërisë, si pritet të jetë moti në vendet e rajonit? Po edhe vendet e rajonit ditën e sotme për fat të mirë janë në vizotërimin e motit të qëndrueshëm në pjesën më të madhe të territorit si për Kosovë, por po ashtu edhe për Republikën e Maqedonisë së Veriut, duke bërë që dita sot jetë me alternime kthjellime, shkalime vranësirash, duke filluar nga dita e martë edhe në vim edhe për Republikën e Kosovës dhe Republikën e Maqedonisë së Veriut, pritet që të kemi kryesisht një mot i cili do të jetë i paqëndrueshëm me vranësira të shpeshta, të cilat do të bëjë që të kemi prezente rreshje, kryesisht ditën e martë pritet të jenë në një pjesë të madhe të territorit të Kosovës dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut në formën e rreshjeve të shiut, ndërsa duke filluar nga dita e mërkurë dhe në vijim, duke qenë se të kemi dhe një rënje të temperaturave të ajrit, parashikohet që të kemi dhe rishfaqje të rreshjeve të borës në një pjesë të mirë të Republikës së Kosovës dhe Republikës së Maqedonisë së Veriut. Kjo javë për sa i përket temperaturave të ajrit nis me temperatura relativisht po themi shumë pranë vlerave normale në Kosovë në 0 gradë Celsius dhe maksimumet të cilat janë vlerës 14 gradë Celsius, ndërsa në Republikën e Maqedonisë së Veriut luhatet nga 1 deri në 16 gradë Celsius. Duke filluar nga dita e martë në vijim do të kemi një rënje graduale të temperaturave të ajrit, duke bërë që minimumet të zbresin në -1 apo -2 gradë Celsius në Kosovë dhe në Republikën e Maqedonisë së Veriut, ndërsa maksimumet në Kosovë deri ditën e premte parashikohet të kenë një rënje të tyre të ndjeshme, duke bërë që të regjistrohen në 10 gradë Celsius, ndërsa për sa i përket Republikës së Maqedonisë së Veriut maksimumet do të jenë vlerave 12 gradë Celsius. Si për Kosova, por po ashtu edhe për Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe për territorin shqiptar, temperaturat e ajrit në këtë fillim javë janë shumë pranë vlerave normale, por duke qenë se pjesa tjetër e javës do të sjellë një rënje temperaturave të ajrit do të jenë më të ulta sa vlerat normale edhe për territorin shqiptar. Temperaturat e ajrit do të jenë rreth 3-4 gradë Celsius më të ulta, duke qenë se do zbresin minimumet në -1 gradë Celsius, ndërsa maksimumet duhet të jenë rreth vlerave 19 gradë Celsius, do të jenë vlerës 17 gradë Celsius. Kështu që për territorin shqiptar, por jo vetëm, por pothuajse për një pjesë të mirë të rajonit të Ballkanit, kjo javë do të sjellë temperaturat të cilat do të jenë më të ulta sa vlerat normale dhe kryesisht do të kemi rreshje shiu dhe rishfaqjen e rreshjeve të borës në zonat malore. Qartë Akil, falenderoj për të gjitha informacionet që përcollen në studio. Të nderuar teleshikues, ky ishte parashikimi i motit nga Meteo Alp.